Dhe jemi rikthyer në këtë episod tjetër të She's on Air dhe kemi dy të ftuar shumë interesant. Sot në studio është një dyshe që besoj se nuk e prisnit që t'ishte bashk. Për herë të parë, Aldor Nini, CEO i Acromax dhe Serena Sula, modelja dhe këngëtarja tepër e komentuar në rrjetet sociale. Ata janë këtu për një arsye të veçantë që lidhet me muzikën. Klipi i ri Dis i Serenës pjesërisht i realizuar me AI në ndërtimin kreativ të Aldorit dhe stafit të Acromax. Pra pas skenat dhe gjithçka që fshihet pas këtij projekti që pritet të bëjë zhurmë, do t'i zbulojmë sot. Aldor, Serena, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm. Është shumë kënaqësi që ju kemi pjesë tonën sot. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Ne presim të marrim vesh këto pravaskenat e videoklipit. Si fillim unë njëherë doja t'ju pyesja, nga lindi kjo dëshira, kjo ideja? Në rast të parë ne Serena vjen çdo 2 muaj dhe vjen çdo 2 muaj dhe do të bëj një klip të ri, sepse sot jam mësuar artistë çdo javë do të nxjerr nga një klip të ri. Dhe neve i tham që shiko Serena, nuk është ndoshta një ide shumë e mirë ta bësh të gjë çdo ditë. Nuk është një ide e mirë ta bësh të gjë çdo ditë, por neve sugjerojmë që të bësh diçka ndryshe. Sepse Serena ka qenë një nga artistët e cila ka pasur ide shumë të çmendura për videoklipet dhe duke pasur ide të çmendura janë edhe shumë herë më të vështira për të realizuar asnjë ide. Dhe këtu neve menduam që të përdorim një teknologji të inteligjencës artificiale në mënyrë që të mbushim klipin e saj pikërisht me ato skena që ajo kishte imagjinuar në mendjen e saj, por të cilat ishin shumë e vështirë për të realizuar me teknologji të sotshme dhe pa harxuar me miliona euro. E kuptoj, po nga fillimi fare, domethënë kush ka qenë biseda e parë, cila ka qenë kërkesa, domethënë Serena ti si hyre, the dua të bëj këtë videoklipin, do ta bëj si e pritet ti faktin që Aldori ta do ta bëj me AI. Unë faktikisht në momentin që kam pa këngën e Encës që ka hedh direkt sa kam thënë s'bën kam për ta bëj disk, kam thënë me menjen time. Po tash ato mendime që kisha unë kokë, unë i shpreha në tekst. Okej. Tekstin Enca nuk ka për disk. Enca aty ka thënë kardinal, kështu që dash njëna me shky atë pankartën e kardinal. Njëna origjinale në Shqipëri dash. Por të ka qenë Serena. Disi, po them pra, disi në momentin që unë kam pa dhe fansat kanë thënë gjithë, kanë thënë që ajo ta ka bëu ty, edhe në momentin që kam pa, unë i kam thënë Aldorit, i kam thënë, du me boj, kam thënë unë dis të me ja kthy drejt për drejt kam për t'ja kthy, kam thënë. Asaj edhe grupit që ka bëu ajo aty. Edhe erdhi ideja që Aldori më tha për punën e inteligjencës artificiale, tha nuk e ka bëu kur në Shqipëri. Edhe falenderoj shumë mirë që është këtu krameje sot. Edhe është diçka tha që është unike, din nuk është të hera parë, domethënë pavarësisht se vetëm bota e ka bëu, se bota normalisht Amerika gjithmonë i ka sjell para idetë. Edhe tha ta sjellim, do ta sjell, unë thanë në Shqipëri, tha do ta realizoj unë, domethënë mendimi që s'ke nevojë më ulë, domethënë me marr një person me e bë për shembull me kriju idenë, me e bë si Enca për shembull ose si dikush tjetër. Nuk ke pse më ulë. Imagjino ti të bëje casting gjë njëri si Enca. Po thuaj se e pamundur, domethënë. Sa sfiduese ishte që të integrojë AI në një klip muzikor dhe cila është rësia e vërtet, na shpjegoni pak. Tani, për sa i përket sfida më e madhe ka qenë një përdorimi i AI-t ashtu siç duhet. Domethënë ne derisa kemi arritur të krijojmë këto skena që ju do i shikoni ai videoklip, në atë nivel neve janë dashur diku te 4 muaj punë. Domethënë që ne vetë të kthjellohemi me mbi 8 teknologji të ndryshme të cilat përdoren, se nuk është AI thjesht si ChatGPT që ti jep një prompt dhe del ajo gjë që do. Ti do të përdorësh toolsa të ndryshëm të cilat bëjnë gjëra të ndryshme në mënyrë që të nxjerrësh atë si rezultat. Dhe problemi më i madh ka qenë faktikisht që gjërat të duken sa më autentike. Sepse po ta shikoni edhe videoklipi, shumë skena duken vërtet si për shembull Serena, për shembull skena me atë kuroren është me AI, por faktikisht duket sikur është Serena që është xhiruar atje në atë ambient. Momenti ku i jepen ato firmat autografe, të gjitha janë me AI, por të duken sa më afër. Ndërkohë, çka kemi bërë, pjesa që është më interesante këtu, klipi nuk është komplet me AI, sepse ka pjesë të cilat janë të xhiruara me kamerë dhe pjesë që janë me AI. Dhe po të shikosh të njëjtin aktor, të njëjtin personazh, si me AI, si në realitet duken aq afër njëra tjetrës, pikërisht që ti do demonstrojsh se sa afër mund shkojë AI
realitetit. Kjo ka qenë një pjesë, besoj që është dashur, domethënë patjetër që të xhironit edhe një pjesë vet pa AI në mënyrë që të bëj më mbulim fakti që po përdorë AI. Po patjetër, do të thënë AI mund të ndihmosh shumë me fotografi, me pjesa që janë jo me AI, por për të thënë vërtetën sfida më e madhe ishte të japësh informacionet në shkrim shumë të sakta, janë lëvizjet. Për shembull, ka një skenë në videoklip që bën dikush, nuk e di tani nga ana artistike, dikush është për mua, një twerk edhe rrëzohet. Ka bën realitet, se nuk din me bë. Për shembull, të realizosh atë gjë, do të thënë ti duhet të shpjegosh shumë detaje se ç'është twerku, si duhet lëvizi, si duhet rrëzohet, se rrëzimi pas ka 1 milion mënyrë se si mund të rrëzohesh. Kështu që këto janë teknologji të ndryshme që cilat mund t'i përdorësh. Do të them edhe diçka që kjo që do shikoni këtë herë në këtë videoklip që kemi bërë ne, është statusi i njohurisë tonë para 3 muajsh, sepse sot kemi avancuar edhe ne goxha me researchin që kemi bërë me AI, domethënë klipin. Po. Sa e bukur. Shumë e bukur. Alder, po pse vendose pikërisht që DIS do ishte një nga projektet ku ti do eksperimentoje këtë çast inovative me Acromax? Shikoj, shumica e projekteve të ne vinë sipas momentit, dhe ishte momenti në të cilin Serena i kërkoi stafit ton ndihmë për videoklipin e saj, dhe ishte momenti në të cilin ne po bënim pikërisht to testimet me inteligjencën artificiale dhe bëri zing në atë moment. Këto të dyja gjëra u kombinuan me njëra tjetrën. Kështu funksionon në shumicën e gjërave inovative faktikisht. A ishte lehtë të punoje me Serenën në këtë projekt? Ta ka lehtësuar punën, si ka funksionuar bashkëpunimi juaj? Un kam një staf si të brendshëm si ashtu edhe disa persona të jashtëm të cilët merren edhe me pjesën e xhirimeve, dhe ato kanë punuar faktikisht me Serenën. Unë personalisht kam qenë vetëm i përfshirë te pjesa e teknologjisë dhe problemeve që ajo ka, domethënë, na ka bërë për të nxjerrë rezultatet e duhura. Me sa kuptova unë nga stafi, Serena ka përparuar në, domethënë, mbajtjen e orareve, në Nuk ishte dhe ju një DIS me Encen, jo. Si? Nuk e se keni vendos të bani këtë projekt me këngën DIS, sepse kishit dhe ju një DIS me Encen pikërisht. Jo, unë Encen e njoh që nuk e di sa 10 vjet, 12 vjet. Kemi një marrëdhënie shumë normale me njëri tjetrin. Gjenjen. Jo, nuk është se, shiko, diset, unë mendoj që diset janë diçka artistike. Dhe unë për shembull do isha shumë i lumtur, jam shumë i lumtur kur për shembull njerëzit edhe më shajnë mua ndonjëherë në rrjetet sociale. Në momentin që ato janë kreativ, unë i mirëpres. Po mirë, të ngacmoj pak unë. Qofse do vinte Enca pas këtij videoklipi dhe do thoshte do më bësh tani mua një videoklip me AI, po dis për Serenën. Po tani duhet të kuptosh diçka. Shpjegoje paraprakisht. Ne Nuk ka që me bo, se nuk arrit dot. Do të kuptosh diçka. Ska arrit me bo dis. Ska si me bo dis. A është tjetër gjë? Si, si të bojsh. Do ta gjej çika. Si të boj, ha? Tani, problemi qëndron këtu. Ju nuk keni kuptuar diçka, që koncepti, teksti, tema, qa do dali, si do dali, janë koncept i Serenës. Po pra, do vi me të njëjtin koncept dhe Enca dhe do të thotë dua të bëj këtë videoklipin, po dis për Serenën. Njëra që më bën twerk dhe rrëzohet. Po mirë, e bëjmë edhe atë. Po mirë, në rregull. Është okay do. Nëse është diçka që artistikisht del e pastër, ligjërisht është brenda kuadrit ligjor, dhe këtu do të kujdes sigurisht në të aspekt, atëherë nuk ka asnjë lloj arsye pse mos të bëhet një dis i tillë. Madje unë mendoj që Enca do të bëj mbas disit që ke bërë ti, do të bëj ty një dis. Do bëj dis mua. Dhe do t'i krahasojmë pastaj kush është disi më i mirë. Ndërsa ti është modifikosh një artist përmes AI. Domethënë, kjo nuk është diçka reale dhe është ky një mashtrim apo një art. Atëherë, e ke parasysh kjo kuptohet më së miri nëse neve krijojmë analogji. Analogji si është bërë përpara. Tani fillojmë një çfarë bën AI. Ke parasysh ato karikaturat, kartuns që vizatoheshin me dorë, që i bënin edhe presidentat e të tjerë, i bënin dëshirë me hund të gjatë, disa fani, kështu. Është e njëjta gjë që bëhet me AI. Thjesht vizatimi në këtë rast vjen nga kompjutri dhe kompjutri e bën thjesht vizatimin më realist. Tani, pjesa tjetër, ke parasysh Saturday Night Live që imitojnë për shembull karakter politikanë të tjerë që vishen si ato mbushen, lyhen, vejnë flok paruke e të tjera. Ai është teatr apo jo? Kështu që edhe kjo këtu është teatr e krijuar nga AI. Kështu që në këtë prizëm
Pyetja do të jetë a është të bësh teatr ose karikaturë, kartuni e hishme apo jo? Është besojon se është bërë me 10 vite, me vite, thjesht teknologjia ka ndryshuar. Si ndryshon ky klipi në ato që ke realizuar ti më para? Tani unë nuk jam specialist realizim klipesh, por ne kemi prodhuar klipe në të kaluarën për klientët tonë dhe ka qenë një procedurë shumë standarde mendoj. Domethënë ka qenë, po ta shikosh ky klip ka vetëm një sken, që është xhiruar me kamerë. Dhe zakonisht klipet e tjera kanë pas skena të ndryshme, poza të ndryshme, do të tregojë gjithë historinë në vende të ndryshme, nuk i pëlqente ndriçimi, nuk i pëlqente madje që mund të bësh taj me AI gjithashtu është nëse nuk të pëlqen drejtimi, nëse nuk pëlqen pozicioni. Tani, mos mi trego të gjitha sekretet që tani, sepse ne do kalojmë në këngë dhe do rikthehemi pas pak dhe ti hym pak më thellë këtij videoklipit. Patjetër. Faleminderit. Rikthyer sot përsëri live në Top Albania Radio te kanali 100 FM dhe 10 në digital. Dhe kam një pyetje për Serenën, jam shumë kurioze ta di. Jam i zonjuar se s'mundove dhe këtu, a shef më hyje. Si ka mundësi tani? A di çam sa karriera ime, karriera jote, karriera. Karriera jote ta varet nga unë. O i thash? Është duart e mia totalisht. Nga unë fillon nga unë. Karriera, jo gjë tjetër. Po. Serena, dua të di sa lekë ke paguar ti për këtë gjë? Atë kanë marrë lek apo ke bërë me bashkëpunim apo si ka funksionuar gjithë kjo? Shisim që qa shikimi më ka bo Shumë Ka shit shpinë, makinën e Do me thënë kjo ka nuk kam lënë gjo pa shit. Sa zero shkon ky videoklip nëse unë vi nesër dhe i them Aldorit dua një videoklip? Një qef diku te 20.000 euro. Po pa qef? Deklarata. Po pa qef 8. 8. Okej. Po Serenës? Tash ka shit shpinë, imagjino sa bën një shtëpi sot. Unë më shumë. Tani Serena ishte prova. Unë më shumë. Shtypjen promovimi i gjithë gjë. Sa ishte videoklipi i parë që ti ke bërë me Serenën. Po, kjo ka qenë, po pra, ta themi ashtu siç është, se unë po bëja shaka. Shakaja gjithë në vërtet. Vlera monetare, e cila i ka kushtuar Serenës ky klip, ka qenë 0. Okej. Por normalisht Serena ka sjellur këngën, ka bërë tekstin, kompozimin, çdo gjë që ka të bëjë nga ana artistike, konceptin dhe çdo gjë tjetër. Ne kemi bërë pjesën realizimi dhe për ne ka qenë një testim. Dhe normalisht pas këtij testimit, unë t'i thash ato si shifra, sepse janë shifra të cilat unë për shembull i shikoj si të arsyeshme për të bërë një gjë të tillë në Shqipëri, themi, me kostot që janë aktuale, sepse dhe inteligjenca artificiale pavarësisht që kushton vetëm $20-30 Po këtu do të dilja që a ka të bëj fakti se është një pagesë edhe për këtë inteligjencën artificiale në mënyrë që rezolucioni të jetë sa më i mirë. Pra nuk i rritet pak më shumë kostoja? Ti paguan për eksperiencën, sepse ky klip faktikisht po ta marrim vetëm pjesën në të cilën janë krijuar skenat, na ka kushtuar diku te 1 deri në 2 javë. Por neve ne janë dashur 4 muaj për të arritur nivelin e njohurisë që të jemi në gjendje të bëjmë ato skenat për 1 deri në 2 javë. Kështu që ti nuk paguan ato 1-2 javë, po ti paguan edhe atë 4 mujorin. Madje tani ne do hapim një departament tjetër i cili do jetë pikërisht për këtë pjesën e AI-t, jo në Shqipëri, një vend tjetër. Dhe atje do janë 5 persona që do bëjmë çdo ditë vetëm në këtë sektor. Po mirë, që imagjino çka kostosh ka ajo që duhet rifinancohen. Prandaj unë se këto llogari po bëja. Pra një videoklip normal xhirohet të paktën mund të marrë 1 deri në 2 ditë. Të plota për tu xhiruar. Nëse kjo do 4 muaj, 2 javë, domethënë janë ekstra, domethënë besoj se çmimi duhet të jetë më i lartë se sa një. Patjetër, prandaj e thash edhe atë si shifër, por ka një avantazh, nëse ne do bënim një videoklip të ri tani, i cili gjithashtu do përdoresh me të njëjtin nivel inteligjencë artificiale, normalisht kostot janë më të ulta se nuk na duhen prap 4 muaj. Se atë njohurinë e kemi marr, ato teknika e kemi mësuar, i kemi evaluar. Por tani ka dhe një problem tjetër që çdo javë po dalin teknologji të reja të AI-t, modele të reja, mënyra më të mira, domethënë dhe ti duhet të jesh tërkohës up to date, kështu që researchin nuk e heq dot kur, nuk mund të thuash kam bërë mësimin 4 muaj dhe tani këtu do ri në këtë nivel. Një tjetër gjë që isha kurioze, takimin tuaj të parë dhe sa ja dole Serena, domethënë ai gjithë ajo ideja që ti kishe sa u realizua në këtë klip.
Jo, gjitha realizuar, nuk kanë ngel mangut, nuk kanë ngel merak në gjë. Aldora, i step ndonjëherë për faktin që Serena është një personazh shumë i komentuar në rrjetet sociale. Apo ka, domethënë, për të filluar këtë projekt, je step apo mund të ketë kanë edhe një shtys më të madh, sepse Serena shet. Këtë mund ta fajm. Po, Serena shet normalisht edhe është kritizuar nga shumë njerëz për metodën, stilin e saj të tjera. Për të thënë të vërtetën, kur ti ke arritur një nivel, mendoj siç e ka arritur dhe Acromaxi si kompani ose edhe unë, nuk është se na intereson shumë, domethënë se çfarë thon njerëzit për bashkëpunëtorët tonë. Ne punojmë nga Top Channel-i deri te Renea. Dhe të gjithë e dinë domethënë që ne për ato gjëra që i bëjmë kemi qenë gjithmonë on top për këtë gjë. Dhe pavarësisht se kush vjen te ne, se çfarë opinioni kanë për atë person, e rëndësishme është që rezultati i atij bashkëpunimit do jetë gjithashtu on top. Kështu që opinioni i njerëzve është diçka që ato mund ta shikojnë tani me rezultatin e punës. Patjetër. Tash i rripi këto ka tash. Rripi po spati disin nuk Serena, tani ne kemi parë shumë në TikTok përplasje me personazhe të ndryshme. Kjo ka qenë një përgjigje për të gjitha personazhe apo ke lënë ndonjë gjë që do ta thuash në TikTok? Shiko, un kam shumë po këto kanë qenë ato pikante, domethënë që kanë pasur ato më kryesorët, e din? Okej. Që e din, domethënë edhe shqiptarët, me ato që kanë pasur më shumë. Domethënë më kryesorët, këto kanë qenë. Pastaj pjesa tjetër kanë qenë më shumë i kam tek alu. Po përveç encës tani do mi listosh pak këta se unë e di që janë çiksi shumë. Po punë herë enca nuk është vetëm. Okej. Aty. Është edhe me gjithë grupin mbrapa. Pas asaj, gjithë grupin që ka mbrapa. Kush është grupi? Grupi është që me ke krejt aty ke. Prezant i ke. Emra, ne të dim që Për ti ata që nuk e din. Me sa vjet vjen. Me 30 vjet. Unë kam vënë një emër këty, i kam thënë grupi silikonave. E kam thënë gjithmonë. Dhe kush hyn në këtë grupin e silikonave? Tash hyn me emra doni ju krejt. Po punësi është Denisa me Kozakun herë, që kanë qenë që janë kështu të port, mas encës. Janë kështu, bashkë me motrën e vet janë 4. Edhe në një tjetër janë 5. Është edhe një ona aty pa jashtë huj. Është huja ajo, gruaja Clintonit është huj, kështu që nuk merr vesh ajo. Po është futur ajo aty. E ka hëngur edhe ajo. E kuptoj. Kështu që se pi u futu dhe juve pa dashjet. Po prisi. Për ta paraprir pak që mos t'i vinte dhe asaj si surprizë, ndoshta mund të vinte në reagim në një gjë që ti nuk e doje. Me vërtet po më thuj sa kur dali kënga, mirë thash do ma bësh video në TikTok. Marketing quhet ky tipo. Marketing. Ajo do ta shpërndaj, është reklam. Po se s'bën. Është artistike. S'bën. Disi është thjesht shpreha e një lloj themi mlefi nati në mënyrë artistike. Disi është po, si që kanë bërë? Qose bëjmë saktë, jo fshat. Normal. Sa me Kozakun edhe me Denisën duhet ta hedhin. Gjoni këtë ngajtë. Disi gjithmonë kanë qenë stresi me noizin e tjerë e kanë bërë, kupton, nuk është vetëm sot. Ato janë bërë kohë më parë, din? Pavarësisht se edhe të dyja palët, sepse të dy keni energji për të krijuar edhe për të sjellë gjëra të reja. Edhe shumë vëmendje. Pavarësisht që se nuk ka bërë femër në Shqipëri, edhe ndoshta mund duket, a din, momentin. Prandaj, nga që gjithmonë janë mësuar po meshkuj të bodise, se s'ka po, veç në Kosovë ka pas, ku ka pas? Repeje veç aty ka pas. Po tani të them të drejtën. As Kosovë s'ka po kush kështu si unë. Jam shumë e frymzuar nga ky disi dhe do t'i bëj një dis dhe këtyre gocave të mia këtu, sepse kanë ikur tek Tuto Food pa mua, kanë ngrënë pa mua që turp t'ju vi dhe Po ti do bashë bjonda Ina. ta ndjekim pak insertin edhe Ska që ne kemi Unë nuk jam fënemrin të. pjesë e këtij disi, faleminderit. Rene kujdes, Rene. Rene kujdes. Jo, më se du shumë se Ne për të vazhduar disin do marrim Renen herën tjetër dhe prapë nuk do të Livia, do marrim. t'ja bosh dis me vlonit, ti ata fuson. shikoni pak lutem se çfarë kanë bërë pa mua. Shopping është shumë i amël, por është edhe pak i lodhshëm, kështu që ne kemi nevojë të karikojmë pak energji. Jemi sot këtu te Megatek në brendin më të ri që është hapur Tuto Food. Një shumëllojshmëri ushqimesh dhe gama nga më të ndryshme. Po pizza ka? Ka Desi. Po sushi? Ka. Edhe pasta ka? Ka dhe pasta. Po vesh? Çdo gjë.
Goca, ne nuk biem dakord asnjëherë, por Tuto Food na bashkoi. Gëzuar. Dhe Turp t'ju vi dhe për këtë unë disin do ju marr Renen, Aldorin dhe Serenën dhe do iki direkte te Tuto Food. Për të juar një vakt mjaft Jemi rikthyer në She's on Air këtu në Top Albania Radio. Kemi dy personazhe që nuk imagjinoja ti shikoja bashk, por po na kënaqin me disa pyetje. Unë jam shumë e drejt për drejt Serena dhe mos të vije keq, por kam një pyetje për Aldorin. Vazhdo, jepi. Troç, ç'a mendon për Serenën, sepse domethënë për vulgaritetin e Serenës. Troç. Shiko, unë gjithmonë flas me statistika dhe me t'ja përgjigjet shumë të sakta dhe ne du t'jemi shumë koshient që i gjithë tregu jon i muzikës është goxha vulgar. Ta do thuash ti ku? Marrim gjën më absurde. Ke parasysh ato xhirimet e vitit 3 me këngët popullore që këndon për shembull Dion Meda, ato këndojnë ato këngë. Kuptoj ku është vulgariteti këtu. Pikërisht, ku është vulgariteti këtu? A keni vënë herë që ulen familjarët atje 10 veta në Gjermani, në Zvicër, shikojnë atë dhe Meda shumë familjar, jam shumë dakord, por keni parë ndonjëherë mrapa ato balerinat 10 copë me qisme dhe këtu me mini funde ose bikini. Pse për çfarë duhet ajo faktikisht? Domethënë që është çështje perspektive. Po pra, unë e shoh shumë skenike. Tani, këto janë gjithmonë elemente. Dhe këto elemente vijnë për arsye se ne kemi mentalitetin e Ballkanit. Dhe mentaliteti i Ballkanit ka filluar të jetë i tillë. Është zhvilluar fillimisht nga bullgarët. Ju kujtojnë ato këngët e vjetra që bënte edhe Sabiani në bashkëpunim me vendet e tjera të Ballkanit që ishin shumë ekstravagante. Ai është stili jon. Dhe dashje pa dashje ne kemi pjesë të artit vulgaritetin. Por ç'a ndodh? Duke ardhur nga një prardhje komuniste, ku kemi qenë përpara, ku nuk lejohej të nxirë edhe asnjë copë lëkure sepse do varesh edhe do digjesh e burg, po, fix. Ne kemi këtë dilemën që ne kemi mentalitetin që duam të jemi vulgar, po nga ana tjetër kemi dhe frikën. Dhe prandaj kur del dikush që është vulgar, ne e shikojmë. Por nga ana tjetër, ne e gjykojmë sepse kemi akoma atë frikën që kalon gjenerata në gjenerata nga prindrit tonë të tjerë që du t'jemi gjithmonë kundra vulgaritetit, sa shuna ka mësuar Xhaxhi Enveri. Serena, ti ndihesh vulgare se kjo është pyetja më e rëndësishme, mendoj unë, pavarësisht se si shohin njerëzit ty. Vulgar, po varet se ku e merr vulgare. Ora thjesht ta ndihesh ti po ka shumë vulgare. Ka shumë vulgare, kuptoj, ka shumë llojesh. Se unë jam origjinale vulgare, ka vulgare që janë fake, që munohen me bë vulgare, po s'janë vulgare. Kjo është diçka që mua m'pëlqen shumë te ti në fakt, sepse ti del me fytyrë dhe nuk të intereson, je mos kokçarse fare. Unë them kjo jam, them, po. Po si pret ti komentet? Atëherë, një minutë. Mirë, meqense çeka puna kështu, meqense më thokan vulgare, atëherë pse çohen këto pro tu bë turk, tu dal bikini, tu dal tu bën rrieta, tu shojte, të bë dise. Jo, përfaqësojnë edhe ato kategorinë vulgare. Jo, mendoj që ka një bim mesatare. Ato nuk i shohin kush ato. Ato thonë jo, janë artiste. Të gjithë shohin. Po themin thojza, ne po shahemi para si gjak, kështu që imagjino ti bedal me batwork. Jo, okay, po marr shembull nga pjesa që kam qenë unë që e vogël, që ka herë, ka 4-5 videos, po them sot, a kupto? Mu them ka herë, për shembull, ku kam dalë në live që kam bërë twerkun. Për shembull gjithë ku kam bërë live-in e parë për shembull me e gjithë dinë me Kozakun, gjithë çka ka bërë Serena, ai momenti. Pse? Okej, është thënë një tabu. Është po bravo, se un kam thy tabu. Është edhe tabu. Un kam qenë parë që kam nxjerr skandalet me reperat. Flasin për artistë që thonë është artiste sepse bëjnë videoklipe të tilla, dalin në koncerte ndërsa live është shumë ndryshe nga koncertet. E lam, po është një të gjallë se ai pse vjen ajo bën si un, pra atëherë un çka kam dikushi. Atëherë un jam ikon për të bërë, ajo më imiton mua. Po flasin na ndryshon gjithmonë. Jo, s'ka ndryshim, sa ajo për sa të bëj si un. Të jemi të sinqertë për koncertet, më fal. Jemi pak të sinqertë për koncertet. Kemi koncerte madhështore si ato të Alban Skëndera e Gjata që mund dali me një body, mund kërcej, mund performoj. Pastaj kemi ato koncertet e këtyre artistëve me klikime fake që dalin atje në një sallë diskotekësh në fshatrat e Gjermanisë, edhe ato për mua janë vulgare ashtu si këndsen atje, ashtu si vishen atje dhe ashtu si sillen atje,
sepse tërheqin vetëm vëmendjen e meshkujve aty duke veshur gjërat më të shkurtra të mundshme, sepse ato të shkretët atje kam parë një artiste shqiptare që po del dhe po kërcen edhe janë të jargosur pikërisht për atë performancë. Kështu që vulgariteti ekziston edhe tek ato artistë që ti thua që dalin në për koncerte. Po gjikohen jashtëzakonisht shumë. Unë i shoh komentet, i lexoj edhe për artistët të mëdhenj. Po. Aldor dhe Serena dua të di. Ato nuk është puna aty më po. Ore, nëse bë twerk, nëse je për twerk në rregull, je ke bë që fëmijë nuk merr kush më, kupto. Kaç. Nuk është çështja aty se dua të di se si del rrihet, po më shkon me dal në rrihet. Për shembull, njënës nuk dalin në rrihet, po del rrihet ajo kaç. Ku të shkojë? Vulgar lidhet edhe fjalori, unë mendoj. Nuk lidhet vetëm pjesa e imazhit, për shembull të twerkët. Unë mendoj që vulgar mund të lidhet me pjesën e fjalorit. Po Cardi B ka qenë striptiste, por është apo milionere, çfarë do të thënë kjo? Jemi në Amerikë, po sigurisht. Më fal, po të ulesh në tavolinë me shumicën e artistëve tonë sot, 95% janë përdorin fjalë që do t'i mbyllësh edhe vetë veshët sepse fillon të mësohesh vetë keq. A je ti një nga këta? Unë s'jam artist. Jemi se ti ke dalë me mua këtu, nuk ka shma, është origjinal. Jam artist dhe zakonisht nuk ulem. Dua të di tani se si ju të dy i përballoni komentet në rrjet. Komentet në rrjet. Por zotin atë presionin. Tu e dim që nuk e çan kokën fare. Nuk është, nuk është. A je diesh me Serena ndaj këtyre komenteve? Po mendoj që dhe Serena ka atë sweet spotin e vet. Unë e bën më shumë se ç'duhet që ta tejkaloj. Jo, unë kam i gjoshif mu kur në momentin që unë e kam pa, domethënë pjesën e komenteve, në momentin e parë që kam në portale kështu, unë i kam thënë diçka vetes, kam qenë live shumë e vogël, kam qenë 16 vjeçë, edhe kam thënë që po hyj në kësaj fushës, domethënë këtë rrugë që jam unë, kështu rebele, kam thënë që unë nuk do shoh më as, nuk do mbaj përshtypje as i xhomo. Por prandaj frikë atë, krejt. Serena është një vajzë që mund të preket nga komentet negative dhe fyese? Hera funit që kam qajt ka qenë Miss Universi, edhe unë nuk kam qajt më në publik. Kam qenë 16 vjeçë që kam qajt. Masane nuk ka shans mos në Po jo pyet. Atë e kam fik Chelsea aty dhe e kam hell Chelsea. Dihesh më sigurt që ke mamin dhe babin tënd pranë që të mbështesin? Ai sigurt, normalisht se familja duhet, apo se pa familjen normalisht unë familjen gjithmonë e kam pas krah. A din çdo kohë unë kam, nuk është se tash i kena pas ato polemikat tona, ato ngatresat ato gjën, po më shumë unë kam pas krah, nuk është se gjithmonë babi mami kanë lirshëm, e din? Gjithmonë nuk kanë qenë ato print që me mështër, unë bires mami jem ka ardhë, ku kam bërë klipin, unë gjithmonë unë e kam përmra, po, gjithmonë nimon edhe, edhin, kam gjithmonë kudo. Serena, se më devijove çik pyetjes. Po. Kur ka qenë hera fundit që Serena ka qarë pas kamerave? Hera fundit? Po. Nuk qaj unë. Unë qaj vetëm krevat. Desha me thënë, ku kam qajt? Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër, jemi me Aldorin dhe Serenën dhe tani në fakt doja të ngacmoja pak se jemi 10 ditë larg fillimit të Big Brotherit. Dhe doja të pyesja Serenën, a do doje të bëhesh pjesë dhe çfarë do sillje ti ndryshe nëse do ishe pjesë e Big Brotherit? Ja, bëjmë të dyve këtë pyetjen. Patjetër. Do i vinte Radha dhe Aldor. Ranchëm oj. Çfarë do bënte Serena? Çfarë do boshëm Aldor? Por shembull, ja, unë ti u futëm tani Big Brother. Ja, u futëm tani jena Big Brother, në momentin e për çfarë do kishte bëu për shemb. Jam pyetur disa herë për Big Brotherin, edhe këtë një emision këtu te Top Albania Radio. Dhe un kam thënë gjithmonë që në mënyrë që un mund të shfaqja talentet e mia në Big Brother do të ishte do të krijonte mundësinë që atje të bënim seks. Jo. Kjo mësin. Ishte imja kjo, vazhdo. Kjo ishte imja. A mos ka ndonjë gjë që nuk dim ne këtu mes jush? Jo. Jo, sigur sepse ma ul shikimin. Duhet të ketë jemi punëtor serioz, lutem shumë. Atë Big Brotheri duhet të ishte diçka në një, domethënë, personat në Big Brother me të cilët unë do doja të konfrontohesha. Do të ishin persona të cilat edhe mund të jepnin nga vetja atyre mjaftueshëm gjëra intelektuale në mënyrë që dhe populli dhe shikuesi i cili e shikon Big Brotherin të thotë wow, sa interesante kjo bisedë, sa interesant ky diskutim,
Edhe jo vetëm kapje nga flok, shpullash dhe gjëra të tjera. Kapje nga flok është 1 minutë, se kapje nga flok është dy kuptime këtu, për 1 sekondë, se nuk është pritshmëria. 1 sekond. Pritshmëria kundër realitetit, domethënë. Po, shumë e saktë. Shiko, po flasim pak më parë tha ne jemi një popull vulgar, se ne kemi Ballkani dihet Po, jam është shumë pak dakord. edhe më agresiv në thonjza apo më impulsiv, kështu që si mund ta presësh ti këtë në një Jo, unë mendoj që ai nat që në atë rast për shembull, duhet. Ai ndoshta ishte totalisht justifikuar. Por unë mendoj që ka 1 milion mundësi të tjera për ta shfaqur atë natin. Madje unë jam i sigurt, nëse ti atë personin do ta bësh të rrëzohet ashtu si rrëzoi mas shpullës, mund ta rrëzosh shumë herë më bukur me fjalë. Madje në atë lloj forme që mos të çohesh më fare. Po, si unë me shqip. Kjo bëhet, por do ti çfarë do bëj? Çfarë do bëj ndryshe? Do një shpullë intelektuale. Thashë do byth kjo punë. Ajo po pyetje. Po, ja. Do bëje ti në Big Brother? Po tha ajo do bëja. Un Big Brother, po un do, a di si do kisha hyrë aty un? Në momentin që do kisha hyrë aty do e kisha fik çdo gjë që kam kaluar mbrapa dhe e kisha kaluar, kështu kisha thënë vetëm këtu përpara jam tash, s'ka më. Dhe kaq. Çfarë vite përpara do bosha? Serena, ti a je në një marrëdhënie? Do isha për marrëdhënie? Po. Ja, po tisha marrëdhënie un do isha publike, s'ka shans. Si marrëdhënie un të po klip kush më lën më keni lidh mua, më kishte lënë kush marrë këtë. Ti do kisha ndajë me dikë që nuk do të kishte leju të ruajë natyrën. Do lidhsha publikisht. Unë kam këtë gjë. Publikisht, po prap. Me dikë që do të kishte penguar në atë natyralitetin, në atë natyrën tënde, nuk besoj. Jo, në natyrën, po tash siç je single, më thuj tash ti. Në momentin që Serena do lidhet, mendoj që kush duket. Jo, unë kam gjë që unë kam lidh. Ka vi një kërkesë me shumë lekë që të heqë gjithë video ke. Një minutë, unë kam një gjë për tash. 1 minutë. Unë një herë jam lidh për Zotin, një herë jam lidh Marionin me shokun e ishit tan. Se jo, vjen keq, nuk. Ja se do të më bëj disa ti me Vlanit, për 10 sekonda do të. Bash me atë Marionin, do ja bëj disën. Aldo që më na bëu disë shpejt. Mirë, se po ta lajm dot ty. Ma lën mua, jo asoj, ma lën më shpejt këtë punë. Qysh atëherë nuk jam lidh, unë s'jam lidh ndonjëherë, unë s'jam lidh kurrë, një herë jam lidh për publik, s'di unë s'jam lidh ndonjëherë kështu unë. Një herë jam lidhur, unë s'jam lidh për portale, dhe s'di gjë që do të më tha lidhje. Ti ardë mund ta thush. Po thua. Po, unë s'di çfarë lidhja, këtë e di. Dashuruar vërtet me Arionin? Shi, rrugë bu dashurum, rrugë për nesh tash. Ti ke madje ke bërë një deklaratë shumë të fortë, ke thënë që do xhiroj një video me përmbajtje pornografike. Me ose pa Arionin do ta bësh? Ja, akoma aty mendimin? Ja, do pyesim Aldorin tash. A ta bëj? A do ma bësh? Do ma bësh? Në atë fushë kemi hyrë. Do ma bësh një atë kitë që do ma bësh, lutem vëllai. Do ta bëj. Nëse René vazhdo të shifër para kështu shumë të majm. Po, kjo është pyetje. Deklaratë këtu. Do funksiononte edhe për promovim të tjera të videove. Për Serenën, Po ne nuk jemi të specializuar në fushën e prodhimit të videoklipeve pornografike, por jam i sigurt që mund t'ju referoj atë 1 milion kompani të tjera të cilat janë super të specializuar për atë gjë. Okej, bën punë dhe kjo, bën punë. Po mirë, kontaktet bëjnë punë. Si Kim Kardashian. Sa mund të çfarë shifre do t'i vendosje ti në qoftë se do pranoje për ta krijuar një klip? Ku kena ardhur për të klipin? Te po. Shiko, faktikisht prodhimi i materialeve pornografike nuk është në botërisht dihet nga ana buxheti, se unë kam punuar edhe për industrinë e filmave dhe atje bëheshin edhe krahasime me atë industrinë tjetër, e cila ishte tabu atëherë. Dhe ato kishin kosto shumë të ulta prodhimi. Zakonisht ato kanë kosto diku te 10-15.000 euro për një film të shkurtër, një sken të shkurtër. Në mënyrë profesionale. Domethënë aq sa një videoklip këtu në Shqipëri. Aq janë kostot. Por siç ta thash, nuk jemi fare të specializuar në atë fushë, nuk e di. Kjo ishte pyetje me stil, me të futur. Nuk di as nga ana e regjisë, nga ta nisësh, nga ta mbarosh. Wow, si nisëm Aron disa shpejt. Ajo është pastaj. Për 5 minuta. Ato quhen pastaj video amatore, por çdo fush ka profesionistët e vet. Edhe atje në atë fushë ka profesionista, ka kompani që gjenerojnë me miliarda. Pa këto nuk publikohet. Po se pa.
konfirmojmë ne. Do konfirmon do po bëj një raid. Nuk po flasim për platforma si OnlyFans për shembull. Kupton se ato janë. Por un kam parë që ka shumë artista që kanë platforma OnlyFans, nuk edhe Enca kishte. Edhe ti ke. Una jo po. Një pyetje kam, bën lek atje? Una jo jena, po tash un jam marrë se jam me Sa fitime ke nga OnlyFans? Se kjo është shumë interesante. Sa fitime ke nga OnlyFans? Na mori punën kë. OnlyFans jo, shiko, varet se sa kërku me e kupto. Po çdo muaj pra një vit, sa merr. Nuk e shikoj unë aty. Nuk jam se nuk fokusoj tash leku, nuk tregohet tash ti të shumë. Po jo kaca goca. Bëjmë pak më të thjeshtë për Serenën. Për shembull, zakonisht ne përmendim zerot. Në numëro zerot që ti nga OnlyFans. Ja, po them unë gjë. Për shembull, makinën që kam bler unë ishit tem para 4-5 vjeç. Ka bën atë kohë, e kam nimu unë, ka bën 5-6.000 euro në atë kohë, imagjinoj tash ti. Unë kam dëgjuar me veshtë mia një gocë shqiptare në Itali që për një vit në OnlyFans kishte arrit 100.000 euro. Jo, nuk ka shans. Në Shqipëri nuk ka shans. Jo, gocë shqiptare në Itali. Në Itali nuk e di në Europë, por Shqipëri nuk ka shans. Në Shqipëri janë rrena. 5 këtej, 5 andej. Edhe po studioni edhe prit. Ajo, kjo tema e OnlyFans-it, që është njësoj si kjo e YouTube-it. Njerëzit mendojnë gjithë se YouTube mund të bësh milioner. Po, mund të bësh milioner. Por jo çdo njeri bëhet milioner, sepse duhet të kesh strategjinë e dur, kontentin e dur, do të gjesh audiencën e dur dhe besoj është e njëjta gjë edhe në OnlyFans. Sepse në fund kontent video është. Po është vështirë për zotin. Është një minutë. E hapti për shembull. Ndoshta Serena nuk mundet. Prit, e hapti për shembull OnlyFans. E hap OnlyFans kush ta dyshim më milioneri. Nuk e besoj. Kush ta dyshim se më milioner? Kush ta? Po e pyesja sepse tha jo çdo njeri mund të bëhet milioner. Dhe unë e pyeta, mendon se ndoshta dhe Serena nuk mund do të bëhet milioner? Se duket mund të s'bë milioner. Unë mendoj që çdo gotë. Çdo gotë shumë profesionale përgjigjejmë, mos mërzit. Tani çdo gotë simpatike. Sa do ta kthej unë? Çdo gotë simpatike mund të bëhet milioner në OnlyFans nëse strategjia e kontentit është e duhura. Çfarë do të thonë kjo? Jo shiko çfarë bëjnë të tjerët, edhe bëj të njëjtën gjë pa ato që janë të suksesshëm. Mos bëj atë që mendon ti, sikur do jetë e bukur vetëm se të bëjnë likes njerëzit në Instagram, nuk do të thonë që do vi dhe do paguajnë për atë gjë. Dhe faktikisht në OnlyFans kam lexuar disa raporte, ky vulgariteti, se tani e dim OnlyFans për gjëra vulgare është, por vulgariteti në OnlyFans do të jetë me stil dhe art. Për ndryshe, atje kam lexuar nuk arrin dot të bësh ato shifrat maramëndse. Do të thonë thjesht të tregosh atë gjën që ne e dim të gjithë se çfarë mund të bësh. Mund të them që në fjalë që më ka treguar këtë shifra nuk ka as pik arti, thjesht në ekspozim. Në fakt të mund diçka në Serenën se si mund të më shpjegosh me fjalë. Po ja ta shpjegoj unë ty me dy fjalë. Ti mund të hapësh, okay, mund të hapësh OnlyFans-in, ti e hap në rregull. Ti ndoshta nuk bën kërkush subscribe aty, ç'të bësh ti? Aty pa bën 1.000 euro nuk kalojnë lek në bank, s'ke shans. Pa bë 500 euro 1.000 euro nuk ka shans të marr as i cent. E mor me një shifër. As i cent nuk e merr, nuk e merr. Nuk merr as i cent. Merr Aldori nga kjo. Nuk marrën nga ajo. Aldo po hynë bashkëpunim Aldor. Mendoj që OnlyFans është një, si quhet, një aplikacion që ka lidhje me perversitete, kështu që nuk mendoj që është e arti, por në lidhje me diçka që më pëlqen Serena për këtë arsye, për një, nuk e di, po është platformë amerikane. Po sepse kush paguon për të parë një gocë? Jo, shikoj që mund Serena, I gjeni gjithkund. Jo, Serena, nuk është diçka që ti duhet kërkosh varet se çka kërkon aty. Ti për shembull ka fiksim me pa aty, duhet thotë un komt nga ti thotë. As gjë tjetër. Pse fola për perversitete, sepse pjesa e këmbëve është për dikush që ka një fiksim me këmbë. Jo, është thjesht ka fiksim, është në formën e artit. Është fetish ajo, nuk është pervers. Është fetish. Nuk mund nxjerrin këmbë tash i kapet nxjerrin gratë huja, vajzat huja do nxjerrin këmbë aty se kush e për. Sa Po, për shembull, të them diçka se do ta shikosh çik edhe nga ana historike, se ndoshta nuk e njeh atë gjë se ka shumë kohë që ka kaluar. Për shembull, një nga emisionet ose prodhimet në tregun e pornografisë më i suksesshëm që kanë bërë shumicën e lekëve dhe nuk e ka kaluar asnjë prodhim tjetër, është ai i një emisioni që quhej The Bang Bus. Edhe kanë kopjuar tani së fundmi, për shembull kjo që u arrestua, ka një si tip fugoni që shkonte vend për vend. Po ky është një koncept i vjetër dhe ky si e ka bërë lekun, sepse ka kuptuar që okay, thjesht të xhirojmë atë gjë në një skenë është boring. Kështu që kanë marrë një fugon, edhe me atë fugon nuk e kanë treguar thjesht merr gocën fugon, krye marrëdhënien dhe filmoje.
por gjithë mënyra se si i bindnin gocat që i kapnin në rrugë për të futur në furgon ishin reale ato të gjitha në fillim, do të thënë pastaj ishin me aktor reale, thjesht bindja, flirtimi, ngacmimi, mënyra se si flisnin ato të dy, që ishin dy super aktor faktikisht, po ta marrim nga ai aspekt, e bën atë edhe flirti emisionin pornografik më të suksesshëm edhe nga ana e lekëve dhe audiencës në botë. Po pornografia ka një tram. Në përgjithësi. Ka një tram, domethënë, nuk e ju flas tërsh, nuk njoh. Pse trauma? Jo trama, si quhet shqip? Jo drama, po trama. Një trama, domethënë një skenar, si thohet. Një skenar. Po pra kjo është, po domethënë këtu në këtë rastin konkret pornografia në vetvete nuk ishte suksesi, por ishte çdo gjë. Por nuk e gjej dot në OnlyFans, a nuk janë fotografia? Por në story si funksionon? Si OnlyFans si funksionon? Nuk janë fotografia, nuk e di. OnlyFans është platformë, zemër është platformë, thjesht aty për shembull do futen të bëj subscribe, futesh me email, futesh me kartën e bankës. Jo, por për pjesën e këtyre. Content, ç't kërkojnë ato? Ç't kërkojnë fansat, e kupton? Okej. Ke shumë 200-300 fansa. E morën vesh që në një marrëdhënie nuk je. Po kush janë ato top 3 cilësitë që do doja patjetër ti kishte partneri jot? 3 cilësitë. Ketë sy të Renes. Zërin e Renes. Atëherë, ta ketë emrin Aldor. Asë vetëm për tash. 3 cilësitë. Faleminderit shumë për pjesën. Ua, asi. Si ban si turpshem Aldor. Ama tash pse Aldori nuk, m'falni, se jeni gjitha goca këtu. Pse kush nuk ta donte Aldorin për partner? Prit tash, një pyetje kështu. Po e këtë do i them 3 cilësitë. Kush jo? Aldor, ja bëj disin unë, ja bësh ti. Do pëlqen domethënë Aldori, Serena. Jo, shifë, unë do ishte Aldori një person ideal për të bëjmë shaka. Faktikisht un jam tip kështu e çmej, na kupto? Më duhet një person me din që të më stabilizoj pak atë, po. Ti një të dy, se po ti mi të dy. Se partneri jot i ardhshëm do të thonte unë nuk dua që ti të punosh më në OnlyFans. Të mbyllësh çdo gjë. Ja, s'ka shans, nuk pranem asnjë. Po kështu pra është të fusim pak në Jo, thjesht jo nga koka tiet me kështu si unë. E kuptova. Jo që të ndryshojnë mua, me ndryshu mua s'ka shans. Nuk e parë gjë kur. Mirë, pra ne po kalojmë në një këngë dhe rikthehemi pas pak me disa pyetje të tjera pak pikante. Okej. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe në fakt ne nuk mund të kishim Serenën këtu dhe mos ta ngacmonim pak për këto emra pikant që i ka bërë dhe Disin. Kështu që do na japësh nga një përgjigje për secilin nga këta personat, se çfarë, domethënë një mini dis që ti do t'i japësh këtyre personave. Dhe unë do ja nis direkte me Encën. Enca po punë si herë s'ka lidhje fare as me turkun, as me as ta harrojnë. Le çata kardinale ajo. Se po ti kardinal hajt se do të jesh mund të jesh elegante, e bukur. Okej, mund të themi se në rregull. Do vendosim disa rregulla për. Tashi, jo, po ti nuk mund dalesh ti të thon un jam kur ti nuk je, kur nuk ban. Tashi ti nuk, ajo nuk ka as për turk. Tashi del ajo thot un jam, tashi ti si, a kupto? Okej, nëse je, okej, po themi bon. Ti nga një koment vogël për secilin emër s'ka nevojë ti bësh dis, po ndoshta tash një. Tu rraf aty për pllaka aty, thot un jam ç'a është? Okej. Ndrat mikrofoni. Një cit sa kujt jam, tash çap. Ne të gjithë për ta balancuar pak se Jo, po tash kjo. Po jo, shumë saktë, balancimi. Unë kam formalitetin. Bëj çik edhe avokatin e popullit të djallit, varet si e quajnë. Djallit bëj këtë. Shiko, është e vërtetë që ne kemi një kështu një talent për të kapur gjithmonë me gjërat që janë ndryshe të tjetrit. Edhe në këtë rast Serena kapet me ato gjëra që janë ndryshe të Enca. Tani ajo gjë që është ndryshe për ty, është gjë e keqe, se ty të pëlqen ashtu si je ti. Po ndërkohë ajo ka hyrë më dëgjon. M'fal zotëri. Po pra 2 sekonda, le ta them. Po mos më ndërprit. Këtë gjën Serena ndoshta për strategji nga që shet emri Enca. Jo, as pak s'kali. Ajo ka hyrë unë, nuk ojti, shif mua, ajo ka kënu balada herë, s'ka lidhje fare. Ajo ka shiri këngëtari, baladash. Ai s'është se ka kënu herë. Ai s'është se ka kënu, nuk ka bën herë turk ajo. Edhe nuk është majt ndonjëherë ajo për tash. Dëgjoni,
s'ka marrë ndonjëherë për rap, as për dis, as për asgjë. Edhe në një Po tash. institucion, vetëm pak absolutisht i vetvetja, vetëm pak respekt. Po tash atë me realitetin. Çfarë kam bërë? Por Ajo nuk është për rap. Ajo nuk ka qenë për rap. Çfarë ide? Jo, ajo s'është për rap, unë ja them sy bjerë mua këtu në studio. S'ka kanë herë për rap ajo, nuk është për këtë punë. Okej, Enca Serena thotë që ti nuk je për rap, më Hajde, lutem ndro bujrum drejtim thuj. profesional se nuk mund të Po vazhdosh. s'është më ajo ka këndu, ajo është këngëtare aty të çon, nuk kam të të kënga unë këtu. Ha po. Ky është opinioni që do të kuptosh. Ky është vetëm një opinion i Serenës dhe Enca ka një opinionin e vet për Serenën ose njerëz të tjerë. Dhe shikoj çfarë ndodh. Neve me anë të artit provojmë të ngrejmë fan base, do të thonë grupe njerëzish që besojnë atë gjën që themi ne dhe kanë të njëjtin mendim. Serena ka art fakti që po përdorim AI-n, domethënë sa art mund quhet më AI? Ja, art është ai personi që ka idejuar gjën dhe krijon atë gjën nëpërmjet AI-t. AI vet nuk ka bëj, nuk mund ta shikoj dot Serena dhe thot, ha se kjo do bëj po, nuk bën dot atë. Në qoftë se do ta vinim në krahasim pak art pra të artistëve që japin goxha nga vetja e tyre edhe në klipe edhe në xhirime, sa do quaj i njëjti art, pra a prish punë në këtë shpirtin Jo, unë mendoj që ky AI do japi vlera më artistike rezultateve që do krijohen me atë se sa thjesht arti që kemi parë deri sot, sepse imagjino tani një Picasso atëherë ka ndetur me muaj të tëra për të vizituar një pikturë që ne sot e shohim për 30 sekonda, themi maksimum 1 minutë dhe themi wow. Çka ka ndodhur në vitet e fundit, ne krijojmë videoklipe, filma të cilat duhen 1 javë, 2 javë, 3 javë të xhirohen që themi wow. Dhe me AI ne thjesht kemi shkurtuar kohën në të cilën ne mund të krijojmë gjëra për të cilat neve na duken si wow. Kështu që AI është zhvillimi më tejshëm i artit. Nuk është se po e prish artin ose po tjetërson atë, sepse gjithë gjërat që ne kemi krijuar këtu me AI janë gjëra që mund të kishim bërë dhe ndryshe pa AI, por thjesht na kishin kushtuar më shumë kohë, lek, buxhet dhe mundim. Dysja jon tani dua një mini dis tjetër për një emër tjetër shumë të përfolur që është Mate Malon gjysi mua atë. Mate Malon gjysi mua atë. Edhe sa për pjesën e vulgaritetit, për ti se më thonë mua këto. Po ajo si ka dalë atje me pankart të thonë jam ordinal, nuk është vulgare? Se ju po na thokeni këtu ju. Shpirt, neve në asnjë moment nuk po Jo, po tash a deshet vulgaritetit. Po, jo, kjo është që ka mënyra të ndryshme se si ne e shfaqim vulgaritetin i gjithë, domethënë të gjithë artistët e tjerë. Po rregull. Personalisht ne kemi Serenën këtu, do pyesim Serenën për vulgaritetin që ajo zgjedh të tregoj. Kështu që se jo, unë po them fansave, nuk është, jo, nuk e kam më, unë po them kështu publikisht për që ta dëgjojnë një Shqipe Ysenaj, madje shqipja është përfolur shumë për deklaratën që ka bërë për ty, që të thajë llumi i njerëzimit. Të kujtohet? Po, që jam zonë, po me te. Më bëj një mini disk, ky është momenti jo. Që ja ktheva, unë i thash, ku e shef llumin ti? Thash, ku e shef ti se kam respektuar unë veten? Thash, aty në përputhën ke qenë? I thash, çka ke botin përputhën? Tash, a kanë dalë emision, se po të them edhe ju, a keni dalë emision? Tash në emision ç'a pret ti? Po mirë. Në emision nuk do dalësh kështu ti, se më qenë ashtu vajze, më qenë ajo shqipja, se po thon ka ashtu për mua. Pse shkon atje po me zgjedh dashur? Shkojnë martohet jashtë kamerave. Mundesh të ma bësh një mini disk përderisa dhe je futur në këtë botën e rap. Mini dis shqipja o shqipe dy lidhe me hip hop si ke. Shqipja e ka disin e bom, ja kam thënë edhe aty në emisionin, edhe ja them prap, ja them. Por të theksojmë diçka. Televizori nuk është sinonim me vulgaritetit. Domethënë një gocë që pjesë në një emision nuk ka sepse të quhet vulgar. Ai më tha mullumi, tash ti nuk mund të thosh mullumi. Lumi njerëzimit, lumi njerëzimit ti nuk mund të thosh se ti ke shku. Unë nuk e di se me sa ke shku ti. Për shembull ti ke qenë para nuk është e rëndësishme. Domethënë unë mendoj që njerëzit duhen respektuar edhe një vajzë që vjen të thotë që lumi është gabuar. Unë shqipe nuk e di se sa mund të kenë ndruar aty. E po unë e them se kam ndruar këtë. Kjo është ndryshe. Për shembull shqipja ka thënë një deklaratë që kishte diku te 6 vite në mos gabohem që nuk kryente marrëdhënie. Se këtu se e kam këtë mohase, bravo, s'ma përmeni edhe kjo. Ja, këtu më dil temti, bravo. Tash kujt i shet ajo kam 6 vite unë. Çfarë do të thonë ajo? Mund të them edhe unë kam 4 vjet pa shku, po tash atë gënjem, atë rrejmë këtu. Për shembull në një gjë është mundur. Jo, është e pamundur për tipin asaj. Ajo deklarata e Shqipës është një gënjeshtër. Ti nuk e beson që Shqipja mund të ketë Livia 6 vite. Mendimin e Aldorit. Do të kuptoni diçka. Po puthën, për çka ka shkuar? Për më ne vizhëresh apo me gjet burr? A me majt vizhërin, tash për çfarë shkoni ju për puthën? Fakti është që doli pa burrë dhe mbase nuk a ke shku,
për çka ke shkuar për Olivia Përputhen. kishte edhe me ty se të tha ju. Jo, ma ti ke qenë përputhen, për çka Jo, shkuar unë s'e kam përputhen? problem, domethënë unë jam një nga Ja ato. drejtën, ti ke qenë një nga ato. Bravo, ha. Jo, unë jam një bash që ka marrë pjesë në përputhen, e keni pa unë dola me opinionisti, nuk dola me e lidhur me askë natyran, si më than. Mirë, për çka shkohet aty? Unë kam përfaqësuar vetin, nuk mendoj të kem tregu vulgaritet, kështu që unë mendoj që gjërat duhet të dahen në sensin që secili tregon vetin. Edhe jo të marrësh pjesë në përputhen mund të quhet vulgaritet. Nuk mund të thojnë mua jo se ti ke shku me shumë njerëz i llumi njerëzimit kur ti ke shku përballë 15 shunave. Nuk mund ta thosh ti. Ti me ke dakord, sepse edhe unë jam një nga ato që nuk kam sepse ty të shaj, unë të respektoj natyrën tënde, atë që ti përfaqëson. Domethënë nuk je si unë, nuk do rri me ty. Ne si jena normalisht do jemi, është e vërtetë. Është shumë e gabuar që ti e ftuar në një panel ku edhe ajo merr pjesë edhe të thotë ti je llumi. Kush është ajo për të thënë ti je llumi, okay? Ti ke shkuar me lloj njerëzish, thosh po ti çka ke bë, ku di unë se çka ke bë ty, thosh unë. Mirë, unë e pasam tregu, po ti? Aldor do na thuash për aktivitin për Shqipen. Jo, nuk kam mendimin për Shqipen. Madje për të vërtetën e sapo hapa në Instagram të shikoja kush është. Kjo tregon Artistës tënë të rej, tha ti e llumi njerëzimit, tha ti ke shkuar edhe njerëzish. Ja, po duke dëgjuar, ju do të kuptoni, ju do kemi diçka që nuk do t'i merrni shumë seriozisht. Jo, ti seriozisht, unë aty nuk i kam fol asaj kam unë nuk i atëherë audienca kur shikon përputhenin, shikon një emision që të zbavitet, entertainment. Kështu që dhe njerëzit që janë atje, unë ja ktheva pro. Po më dëgjoj pra deri në fund. Kështu që dhe njerëzit që marrin pjesë atje, brenda një teme që është dating, njohje të tjera, krijojnë, aktrojnë për të zbavitur popullin. Ti çai thu këty nëse më thonë mua kështu. Po më dëgjoj pra tani brenda asaj ka një etik. Jam dakord që ose ka qenë llumi, atëherë të argumentoj pse je llumi. Por me argumenta, thash njerëz, me argumenta intelektuale. Ndërkohë emisionet si përputhen atë temë kanë. Edhe në Big Brother. Aldori edukon si më thani, e mbështetet mbronë. Edhe në Big Brother, ato atje mund të jenë rraf me shpulla, me grushta mund të rifen, por është eksperiment, sepse është pikërisht eksperimenti që ti fut ato njerëz dhe i mban atje mbyllur, i jep lojra, i jep sfida. Ore eksperimenti po thotë ti je kështu ha ktheja tash ti. Po, edhe ai i përputhenit atje është një lloj eksperimenti, sepse njerëzit atje brenda. Po unë kam se Livia ka kuptuar shumë mirë. Ja, po dakord, ajo është kundra, faktikisht nuk do të lejohet thot llumi, po është tjetër. Nuk do të mbështes kurrë një person që shan dike në ekran pa e njohur. Pa ajo ndodh, shiko, ajo ndodh dhe duhet të kalohet të shikojmë përpara, gjejmë gjëra më të bukura. Mirë, është një gjë që ishte për të Sofrelen që është gati për të lëshuar emrin e tij. Jo, çdo gjë që kam kaluar do të përflitet këtu se janë bë buj. Një listë të gjërë emrash, jo shumë gjërë, po e themi për efekt dramatik. Unë kam një kuriozitet shumë të madh, sepse ti kur ke qenë tek podcasti im ke përmendur që Lart Vasili ka qenë një person në listën tënde që ti ke dashur të kesh marrëdhënie me të. Dhe më vonë të kemi parë në disa video në rrjetet sociale në të njëjtën natë që ne në fakt jemi takuar te ai eventi që kena qenë po. Kemi qenë shumë njerëz. Edhe unë do doja të dija për shtypjen, ndonjë mini dis, ndonjë çfarë ka ndodhur, ndonjë lajm mbi. Me Lartin kam qenë emision në Prishtinë. Kam qenë emision po në Prishtinë. Kam qenë emision në Prishtinë, nuk ka dalë akoma për vitrinën. Tesh do me pas sinqeriteti jot deri ku shkon me Lartin, sepse unë di. Ti din. Edhe Rejnë din, bro. Tregonit të tjerëve që s'dim asgjë. Kush nuk di? Ne Shqipëri nuk dim gjë. Ju treja nuk dini. Jo. Po di gjë ti Aldor? Ose ka diçka për të ditë? Shqipe hysa të diun se kush është. Shiko, unë kam thënë te Rejnë, kam thënë që përdesa kena shku të shihin emision bashkë në Prishtinë, tash rruga shumë e gjatë. Dhe gjithë ajo rrugë e gjatë, tash i lutem shumë. Nuk di si do kalohet pa ndalesa. Po pse vetëm në Prishtinë? Nuk e kuptoj se si mund. Spanca midis. Po ja, po të them tash një konkret ku e di ka edhe kjo goca që tha. Kjo zonjusha që ta keni qenë në Prishtinë, ju kemi parë në Prishtinë bashk. Edhe po ja thamë ju dy aty që rrini aty që e dini shumë mirë. Jeni mbledhur ju dy aty. O ju është si jam mbledhur aty, po e dini shumë mirë ata po do na. Serena shkurt. Ke pas ndonjë gjë me Lart Vasilin? Po jo. O zemra, po unë desha me lan surprizë për vitri se unë kam nxjerr aty që jam shtatzan. Kam nxjerr aty një kështu një fletë, unë jam një fletë ekuj që jam shtatzan. Mund doja ta lija surprizë faktikisht. Ai është ekskluzive. Dhe atë ekskluzive po e them këtu. Fjali të plot, të lutem, se s'po kushtoni po do të dalësh. Apo jo?
Tash unë e lash surprizë më për atje, e kam bënë emisionin atë. Tani ti e kam the dhënë këtu te ne. Po mirë, po ja them juve se tash ju më Jemi veç ne, veç ne. Po kam hanë se si të bëj klipit pastaj po çështë ta zonë. Nuk e di se si të përballoj klipin me Aldori. Kompletisht me AI, pastaj e gjitha. Fotot i kemi marrë, kështu që s'kemë nevojë të vish. Faleminderit. Do të thënë Serena është të zënë. Po tash po lere tash për surprizë, lene për vitrinë. Tash shoh pak barkun, shtyu tash pak barkun. Je me lart Vasilin, po ku ka bark se. Po prandaj pra. Jo më se shiko tash. Unë me Laertin kena bën emision, seriozisht e kena bën Prishtinë. Një emision për vitrinë, e kena xhiru, po më herët po do hidhet për festa. Okej. Edhe tani unë Laerti jemi çik më të afër se ç'duhet. Kemi kështu si marrëdhënie. Më thash, marrëdhënie intime. Më thash. Keni kështu komunikim thash. Kamerën se na ke po, mos na vë kodore se na ke po. Kam shumë prezent me popcorna. Ti ke qenë prezent të vërnesh, edhe Livis dhe ke thonë ai Valena, si ka thënë. Çfarë disi do më thash? Çfarë disi? Më thash. Në krevat ku? Do të bësh një dis tjetër tani? Dhe është një personazh që mendoj se duhet ta kesh gati disin. Dhe flasim për Arion Lulin. Ai ka 4 vjet se s'është gjallë. Është gjallë? Bëj një mesazh. Thuaj dedikoj diçka. Ai e gjallë, por ku je? Hajde si ata shi orë do të prit më. Kena ata 4 orë do të prit. Po s'ka të them se kam ngel shtatzon, kështu që të kam zëvendsu. Ja, e deklaroj. Po do na bëj xheloze Livia me Renën nga frikë. Për Laertin. Çfarë do doje? Çfarë do doje? Çuna po got. Se mos na bën xheloze Livia me Renën për Laertin. Jo. Dhe juve treja. Pak shumë nga brenda, po do përpiqesh. Seriozisht? Të bëj drejt mirë. A vërtet? Ja se nuk bëni xheloze, s'o më me. Ka një pëlqim për Si jam mbledh të dyja atje ti kështu jam mbledhur me veti. Të tregoj ti vetë mos marrov te emisioni. Se gocat mendon që duhet bëhen xheloze për Laertin. Po I kam pa i qik kështu si afër. Po se e kishe xhelozi I kam pa i qik Se dija që ishte për Laertin. Po ti për shembull ja Reni më kanë thënë që nuk i flet me Laertin që sa e ka pa me mua për shembull. Është e vërtet? Kjo nuk është po interpreton gabim. Deklarata. Deklarat po interpreton siç do ti. Jo, është e vërtet ajo, drejtën. Jo, nuk i flas, por nuk i flas, por jo se ka qenë me ty, kjo është çështja juaj, çështje ndërlikuar që nuk ka. Mirë, qëndron këtu, qëndron. Mund qëndron. E dashur xheloze ti Serena? Unë xheloze? Me qenë me mua faktikisht o do jetë me mua se mos rifare me mua. Në një emër shumë të fuqishëm tjetër, ti ke deklaruar për Ilir Shaqirin. Ke thënë që ai të ka ngacmuar seksualisht. Ishte kjo një deklaratë? Jo, po të pyet seriozisht, ishte kjo një deklaratë për zhurmë apo ka ndonjë? Jo, më dhe Ilirin e kam pasur si këtë Laertin. I njoh unë këto gjithmonë. Janë shok me Gjithmonë i hasi unë këto, gjithmonë. Gjithmonë ku do të sa herë që mbaroj Big Brother, unë gjithmonë jam aty. Tok. Po, më falni një sekonda sepse mua më ngeli mendja tash. Pse ti mendon që unë edhe Renea mund të jemi xheloze ndërkohë që ti po pret një fëmijë nga Laerti? Po jo du ta di për shkakun se çfarë mendohet se si ti po pret një fëmijë, pse ne xheloze? Jo, shiko tash unë nga mendimet e mia kështu nga ajo që shoh unë për shembull, a kupton? Unë mendoj se këto dyja kanë pak atë që fak e ka shoh unë këtë nga intuita ime. Ti shef një ngjyra romance mes meje dhe Laertit? Jo, ngjë këtë. Shif mua, unë kam intuitën time që mund ta shikoj për shembull që ti mund të keni ai pëlqim ju dyja, a kupton, kështu. Mund të keni, a kupton. Jo, ju për Laertin, jo. Se për shembull. Ti po vetëm për Serena Sullo. Bravo, deklarata, shef. Rena, pse çfarë do lidhesh me mua? O, do lidhet Rena me mua. U bën një lam që frikshëm. A do puthemi bashkë, ta zemra. Po e kuptoj. Tani, do na sjellosh pak. Laert se do di se do bësh xheloz, po do Rena më ka bë thirrje tash publike për lidhje. Si përfundim, ti pret fëmina Laertit po jo. Tash si thoni ju, gjithë këtë zhurmë do bëj këtë. Mirë, si mendon tash gjithë këtë zhurmë, kot do e them unë. Si mendoni ju? Ka të jetë edhe për shok, ka ty ka dhe zjarr. Bravo. Ku ka ty ka dhe zjarr. Shikoj? E thot njëra nga fieri. Aldori për ta përmbledhur pak më këndshëm. Do na thuash disa emra interesant që ti ke bashkëpunuar me qefin më të madh dhe të kanë inspiruar të bësh edhe gjëra të tjera në këtë projekt? Çka?
Për të thënë vërtetën nga Sepse Serena kishte emrat e saj. La erdhi u shokua nga gjendja se jam 7 tash. tani për të thënë vërtetën, nga pjesa artistike e muzikës nuk ka shumë emra që të inspirojnë, që të bëjnë që të krijosh gjëra më të bukura. Ka pak, unë thash disa emra që parë, domethënë ka ca artista si për shembull Alban Skëndera, Noise e të tjerë, të cilët janë super profesionistë në atë gjë që bëjnë, edhe për shembull Angela Peristeri është një nga ato. Do thonë janë artista, sepse janë dhe në shpirt artistë, dhe ato që nuk shikojnë thjesht atë lekun që do fitojnë nesër, por shikojnë artin dhe suksesin e tyre dhe zhvillimin si gjën më primare, ato janë edhe ato që më inspirojnë mua dhe më bëjnë edhe që të punoj më shumë se sa kam punuar deri tani. Ndërsa nga fushat e tjera është gazetaria, janë gazetarët, portalet, emisionet, të cilët mua faktikisht më kanë shtyrë në shumicën e kohës të zhvillohem më tej dhe të bëj edhe gjëra jashtë asaj që është pritur nga unë, domethënë. Kështu kjo është pjesa, do thoja që aktualisht e shtyn tregun dhe e zhvillon. Ndërsa te pjesa e muzikës fatkeqësisht mbi 90% të personave që janë në këtë treg edhe mbajnë veten si artista muzike, nuk bëjnë art, bëjnë thjesht projektin e radhës, për të bërë koncertin e radhës, për të marrë ato 2 lekë të radhës, për të blerë makinën e radhës, kaq. Kështu që Okej, un kam një pikë pyetje në vetvete dhe në fakt doja të merrja ca përgjigje. Serena Ilir Shaqiri dikur ti ke thënë që të ka ngacmuar seksualisht. Si është e vërteta? Si qëndron e vërteta kësaj apo thjesht ka qenë një deklaratë e cila ti e ke bërë për të bërë pak zhurmë? Po mos e ma pyeti edhe kjo. Shiko. Jo, se të shit përgjigjem. Tash të përgjigjem ose po kush keni unë, si mos ketë gjëra seksuale, më fal, amor. Pra ka ndodhur vërtet. Unë jam i femër që, shiko, unë i bi shkurt gjonave. Nuk jam njëri unë që ti bi larg. Unë e pëlqej, o bëj seks me te ose hiq, e le. S'ka. Kështu që unë jam troç zemra, unë nuk ka me mua. Tani me Ilirin. Nuk e di si jeni ju pestat, po unë jam o bëj seks ose s'bëj fare. Si ka ndodhur? Ose s'merrem hiç me te. Më thuaj me Ilirin, vajzë. Ilirin e njofta te ambientin Top Channel, te kam njoft të bëj make-up. Okej. Edhe ishte me Sabianin, si gjithmonë. Okej. Edhe shkëmbym kontaktin me njëri tjetrin. Oh. Pastaj u takuam. Dhe edhe më kujton dashurën time, ishin italianën. Po si unë edhe më kishte, domethënë sa po, jo më pëlqej si femër, seriozisht, më pëlqej sa më kujton një ish timin, që kam pas kërcimtar balerinta. Edhe aty hy me njëri tjetër, e di? I the di që dhe unë. Edhe mund të pëlqej. Po, i thash unë, jam për Turk, i thash. Direkt në aty. E po këtë të vërtet e morëm dhe shumë pyetje që ne I kishëm përgjigjet na I dha, ishte shumë kënaqësi që ju kishim pjesë tonët dhe shpresoj që videoklipi të kapi Maja dhe shumë të tjera presim nga juve. Faleminderit, edhe ju jeni shumë të mira. Rene, tash I disin kujt ja bëj rradhës. Aldona, bëj 1 minutë. Jo, po jam shtatzon tash I priti 1 minutë desa. Desa lindi. Ne Enca të bëj të dis. Enca unë edhe shtatzon nuk më të disin Enca. Sa pes telefonat. Nuk ka shans, nuk ka. Jo, Enca gjë këtu, do vish tu përballë me mundi, do përballesh ti, do të bëj thirrje. Do të bëj thirrje. Kështu do ta shtatzon si jam do të vi aty përballë me ty, edhe s'ke shanse këtë. Edhe vajzat I kam me veti, unë si kam për ty, janë krameje këto. Ishte shumë kënaqësi vërtet që kishim pjesë tonë, na kënaqet sot dhe doja të falenderoja patjetër dhe Rene. Ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë tonë për të më nderuar. Unë mësova. Po shoqet ngusha. Ato 2 akoma atje do ne ato shishi. Dhe ju përshëndesim dhe juve që po na ndiqni dhe po na dëgjoni ndërkohë në radio. Ishte kënaqësi dhe shihemi javën tjetër. Paçi.